Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Ne lutim Allahun azza wa jall që të na bën nga robët e tij falëndërues. Lavdrimet, bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dhe nderuar, edhe sot po takohemi me lejen e Allahut azza wa jall në takimet tona të zakonshme çdo të diela dhe jemi në serinë që ka të bëjë me emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Padyshim se çdo musliman i cili e ka kuptuar drejt jetën e tij në këtë botë dhe e ka kuptuar misionin që ai duhet ta realizojë në këtë botë dhe e ka kuptuar rolin që është ngarkuar me të, ky musliman padyshim se të jeta e tij, të angazhimi i tij do të jetë në përmirësimin e gjendjes së tij, në përmirësimin e raporteve të tij me Allahun azza wa jall, në përmirësimin e raporteve me njerëzit, që sa më tepër të bën vepra të mira, cilësore, kualitative. Por për të qenë kështu, për ndryshuar njeriu varet prej shumë shkaqeve. Dhe shkaku kryesor dhe vendimtar në këtë drejtim që neve na duhet që ta përmirësojmë edhe veten tonë, por edhe produktivitetin tonë në jetën tonë, është njohja e Allahut azza wa jall. Nga sikur që kemi përmend, çdo gjë që është në veten tonë, çdo gjë që na rrethon neve, është reflektim i emrave të Allahut azza wa jall. Funksion në bazë të tyre. Gjitha ligjet që janë në natyrë, të gjitha ato kanë të bëjnë me emrat e Allahut te bareka ve taala. Çdo gjë që ka në kosmos ka të bëjë me emrat e Allahut azza wa jall. Nga se emrat e Allahut janë vetë Allahu te bareka ve taala. Pra njohja këtyre emrave na mundson që të njohim edhe ligjet e natyrës. Njohja këtyre emrave na mundson që të njohim edhe mënyrën e përmirësimit. Njohja këtyre emrave na bën që të njohim edhe rrugën më të shkurtër drejt suksesit e kështu me radhë. Prandaj njohja e Allahut xhallahu ala, sikur që kemi përmend, nuk është një njohje pasive, një njohje teorike, por është një njohje që i jep aktivitet vazhdueshëm besimtarit, i hap horizonte në këtë jetë, i hap shtigje të punës. Dhe asnjëherë nuk ka mundësi që në këtë kosmos që e ka krijuar Allahu xhallahu ala, e që thash funksion në bazë të emrave të Allahut azza wa jall, në këtë kosmos se çdo gjë është në lëvizje, çdo gjë është në produktivitet, nuk është e mundshme që njohja këtyre emrave besimtarin ta bën pasiv, ndërsa krejt natyrën e ka bëu aktive. Këtë që ka na rrethon, shikoni Allahu xhallahu ala përmes këtyre emrave e ka bërë që të zhvillohet, të rritet, të prodhon. Atëra çysh ka mundësi që në të kundërtën kur bëhet fjalë për neve, të na bën, do të thotë, neglizhent, pasiv, jo produktiv e kështu me radhë. Për këtë arsye, njohja e Allahu xhallahu ala na përshtat me natyrën që na rrethon, na përshtat me kosmosin, na përshtat me dunjan, na përshtat me jetën përgjithësi. Nga se thash, gjithë ato janë reflektiv i emrave të Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj edhe çdo emër që e marrim dhe do ta marrim me lejen e Allahu xhallahu ala, duhet që në kuadër të asaj që e kuptojmë këtë emër dhe në kuadër të asaj që bën nga kuptimet ky emër, duhet që edhe në kuadër të asaj dhe ne të aktivizohemi ose të bëjmë mirë ose të përmirësohemi e kështu me radhë. Emri që do ta marrim sot me lejen e Allahut azza wa jall është një nga emrat e Allahut azza wa jall, i cili me të vërtetë na ndihmon shumë në këtë drejtim. Dhe gjithashtu na ndihmon në kultivimin, në kuptimin e drejtë të një nga adhurimet më madhore të zemrës. Prandaj ky emër i Allahu xhalla xhelaluhu është emri i tij El-Wakil. El-Wakil është një emër i Allahut azza wa jall që është përmendur 14 herë në Kur'an. Është përmendur 14 herë në Kur'an dhe është përmendur në forma, do të thotë, të ndryshme, në kontekste të ndryshme, që të gjitha këto japin kuptimin e drejtë të këtij emri. Normalisht El-Wakil kur përmendet, atëra shkronjat e kësaj fjale apo të këtij emri thash na asociojnë edhe në një adhurim madhor të zemrës që është tawakkul. Dhe sipas shumë dietarëve, edhe të së kaluarës, por edhe bashkohor, në veçanti të atyre bashkohor, të cilët thonë se në qovë se umeti e kupton drejt tawakkulin del nga kriza.
I tërë problemi është se na nuk e kanë kuptuar drejt se si i bie të mbështetemi në Allahun Azza wa Jall. Si i bie ta përdorim drejt emrin Allahu Jalla Ula El-Wakil. Ne nuk e kuptojmë ende dorëzimin ton para wakilit. Dhe gjithashtu rolin e tij në jetën e kësaj bote. E që e kuptuan pejgamberët e Allahut Azza wa Jall dhe kanë sukses. E kuptoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe arriti në kulmin e sukseseve. Dhe e kuptuan ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu arritën atje ku arritën. Prandaj, nëse kuptojmë drejt emrin e Allahut El-Wakil dhe reflektimin e tij në jetën e kësaj bote, atëherë padyshim se shumë gjëra do të na bëhen edhe më tepër të qarta se që i kemi. Dhe do të na lehtësojnë shumë gjëra krahas asaj që kemi të lehtësuara. Dhe do të kuptojmë shumë gjëra që ndoshta nuk i kemi kuptuar drejt më herët. Prandaj kuptimi i këtij emri dhe zëruar, sikurse edhe emrat e tjerë, por në veçantë ky që sot po flasim për të, ka një rol vendimtar në përmirësimin e gjendjes tonë. Ka një rol vendimtar në gjitha zhvillimet që ndodhin dhe zhvillohen në rrafshin e umetit në përgjithësi. Dhe në bazë të kuptimit të këtij emri, mundesh edhe ti të bësh, do të thotë, matje precize për daljen e umetit nga kriza. Andaj, matja më precize, sipas shumë dietarëve, për ta matë ngritjen e umetit, apo daljen pe krizave, përmirësimin e umetit, afrimin e umetit me qëllimin e caktuar në kësaj bote. Gjitha këto mund të bësh në mënyrë të precize, nëse e krahason këtë umet me kuptimin e drejtë të emrit të Allahut El-Wakil. Ndoshta asnjë nuk na ka rënë ndërmend se ky emër i Allahut Azza wa Jall pas ka mundësi të ketë dikim kaq të madh, të jetë kaq i rëndësishëm, kaq interesant për neve. Mirë po, kur do të fillojmë të shtjellojmë kuptimin e këtij emri dhe me shembuj që janë në Kur'an të shumtë, shembuj dhe në hadithe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të na bëhet e qartë se sa na duhet neve drejt në çdo frymëmarrje, nuk po them në çdo punë, nga sa është larg, por në çdo frymëmarrje na duhet ta kuptojmë drejt emrin Allahu xhallahu ala El-Wakil. Dhe në kuadër të këtij kuptimi të veprojmë për të dalë në bregun e shpëtimit dhe sigurisë. Fjala ose emri Allahut El-Wakil në gjuhën arabe do të thotë e ka një rrënjë të caktuar që pastaj kjo rrënjë mund të jap disa prej kuptimeve. Dhe këto kuptime pastaj edhe na ndihmojnë në kuptimin e drejtë të emrit të Allahut El-Wakil. Wakala në gjuhën arabe, një nga kuptimet e saj është që të autorizosh dikën që në vend teje e kryen një punë, që ti je i zënë nuk i mundësi me e kry, ose je i paf nuk i mundësi me e kry, ose të mungon diçka nga ato që duhen këtu në kësaj pune dhe për ta kryer këtë punë ti e autorizon dikën. Ky është një kuptim gjuhësor. Edhe pse në raport me Allahun xhallahu ala mund të jetë një pjesë e këtij e përshtatshme, por një pjesë e papërshtatshme, nga se Allahu xhallahu ala nuk e zaventson askën. Gjithashtu për kuptimit të fjalës wakala në gjuhën arabe që përsa vjen wakil, është që është e përshtatshme dhe e ngjashme me fjalën kefil. E kefil është garantues. Për shembull ti don diçka të arrish, por ose don diçka të marrësh, ose don të thuash diçka dhe nuk është prezantimi i fuqishëm sa duhet. Të duhet një kefil, një garantues që garanton se je i sigurt, një garantues që garanton se do të shkosh deri në fund e kështu me radhë. Këto kuptime vetë nga trajtimi gjuhësor që e përmenda, do të thotë na bëhen të qarta se edhe kur bie fjala për këtë emër në raport me Allahun Azza wa Jall, çfarë kuptimi mund të ketë. Mirë po është një kuptim gjithashtu tjetër dhe shumë i rëndësishëm për neve, kur bie fjala për emrin Allahut El-Wakil. Wakala në gjuhën arabe gjithashtu nënkuptohet nga kjo fjalë dobësi, paaftësi, mendje lehtësi dhe kuptime të ngjashme me këto që i përmenda. Andaj i thonë arabët kelleti dabba për fjallës wakala, do të shtaza, ose kafsha, ose baktia, ka ecë jo normale. Kur ecë jo normale, kafsha,
dhe nuk është e sigurt në esën e saj, ka nevojë për ta tërheq dikush, i thojnë këtë rast edhe me këtë fjalë, me rënien e kësaj fjale që ne po flasim për te. Para se dalte kuptimi i këtij emri ose kësaj fjale në raport me Allahun Azza wa Jall, dhe përmeni disa prej ajeteve kuranore që Allahu Gjelle Gjelaluhu përmend emërtimin e tij me El-Wakil. Një nga ato është në surën Ali Imran në ajetin 173, Allahu Gjelle Wala përmend një betejë që janë sprovuar me të ashabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë një nga betejat më të vështira që ka përjetuar ndër Muhamedi alaihi salatu wasalam. Dhe Allahu për shumë këtë gjendje duke thonë alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Alladhina qala lahumun nasu, ata të cilët u tha njerëzit se grupe të shumta janë grumbulluar kundër juve. Andaj fakhshawhum është ajo që njerëzit zakonisht din të bëjnë panika dhe të shkaktojnë strese, andaj do të keni frikë atyne. Është me dorë situatë që duhet ta keni dro këtë çfarë do të ndodh. Dhe ata nuk u përgjigjen me këtë këshill, po them thojza të këtyre njerëzve, por thanë hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu dhe sa wakil i mirë është ai për neve. Kjo fjala hasbunallahu wa ni'mal wakeel është fjalë që e kanë thënë në situata të kritike dy pejgamberët më të mëdhenj të Allahut Azza wa Jall, Ibrahim alayhi salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim alayhi salam e tha këtë fjalë kur ishte në ajër duke fluturuar drejt zjarrit, dhe kur Gjibrili i doli dhe i tha ja akhi hal laka haja, o vllajim, a ke ndonjë nevojë? Gjibrili ishte në horizont dhe madhësia e Gjibrilit e dini sa është e madhe. Dhe duke fluturuar drejt zjarrit Ibrahim alayhis salam, Gjibrili doli përpara dhe i tha hal laka haja, a ke ndonjë nevojë? Tha sot përket për ty jo. Mirë, po kam nevojë për Allahun xhallahu ala, dhe tha hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Përdorimi i emrit të Allahut El-Wakil në këtë rast është shumë interesant. Pse e ka përdorur Ibrahim alayhis salam? Dhe kuptimi i drejtë i kësaj fjale thash na jap me kuptuar edhe drejt fuqinë e kësaj shprehje hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Dhe gjithashtu ja tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë rast, do të thotë me luftën e Hendekut, kur ishin rrethuar nga gjitha anët dhe ishte bërë me të vërtetë një situatë të papërshtatshme dhe e pavolishme për muslimanët, dhe vini lajme nga gjitha anët se do të pësonte keq kësaj radhe Muhamedi sa me shokët e tij, nga se brenda shtetit do të thotë ishin të dorëzuar familjarët e tyre qifutëve, fisit Beni Kurejda, apo dhe gjithashtu jashtë asaj ishin grumbulluar shumë fisë arabe për të shkatruar shtetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përgjigjja e vetme e të dërguarit në këtë rast ishte hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Andaj në këtë kontekst është përmend emri Allahut El-Wakil. Gjithashtu në surën An-Nisa Allahu xhallahu ala thot wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Wa tawakkal ala Allah, kërkesë për një vepër madhore të zemrës, mbështetu në Allahun e Madh, wa kafa billahi wakila, të mjafton ty Allahu wakil. Në një surë Allahu xhallahu ala thot Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu është krijues i çdo gjëje dhe ai është mbi çdo gjë wakil. Andaj nuk ka nevojë më tepër argumente që të përmendim që të kuptojmë drejt se emri Allahut El-Wakil është për emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall. Çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun Azza wa Jall? E përmana se në kuptimin gjuhësor atje, në bazë të rrënjes së kësaj fjale, na dalin në shesh disa kuptime. Ai kuptim që dua më shumë të fokusohem te për të qartësuar emrin Allahut El-Wakil, edhe pse ato kuptimet e tjera janë pjesë përbërëse e kuptimit, apo çështja e
do të thotë dorëzimit, çështja e mbështetjes, çështja e do të thotë që Allahu të mjafton ty, gjitha këto janë kuptimet e Allahut el-Wakil. Mirë po, një kuptim i rëndësishëm që i përgjigjet asaj parathënie që e tham në fillim është ai që ka të bëjë me kuptimin e fundit që përmendëm. Kuptimin e fundit që fjala e wakil është ndërlidhur me dobësi, me paaftësi dhe gjithashtu me shprehje të tjera sikur sa qoftë me ndjelësi, çdo gjë që jep me kuptues se njeriu është i paaft dhe i pamundshëm për të bërë çfarë do lloj gjëje. Andaj i duhet el wakil. Çdo gjë që është në kosmos, çdo gjë që na rrethon, çdo gjë që është afër neve, larg neve, është e krijuar nga ana Allahut Azza wa Jall. Dhe çdo gjë që Allahu e ka krijuar apo është sebeb për të kryer diçka, për të bërë diçka. Ky sebeb, përderisa është i krijuar nga ana Allahut Azza wa Jall, nuk ka mundësi në asnjë situatë, në asnjë rrethon, pavarësisht fuqisë që ka, nuk ka mundësi asnjëherë të pavarësohet me veprim. Mirë po veprimi i tij është i kushtzuar me atë që është el-wakil. Andaj Allahu Xhallahu Ala në Kur'an kur thot Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Përderisa Allahu ka krijuar çdo gjë, apo ai është kujdestari i funksionalizimit të kësaj krijese. Qoftë për të mirë apo qoftë për të keq. Do thot Allahu Xhallahu Ala ka krijuar çdo gjë. Çdo gjë krejt përfshihet këtu. Qoftë ato që kanë të bëjnë me çështjet e dunjas apo edhe që kanë të bëjnë me çështjet e fesë. Namazi është i krijuar, nga se përderisa është ngjarje që ndodh në këtë botë, zhvillim këtë botë, zën hapësira dhe vend është krijesë. Agjërimi është krijesë. Çdo gjë Allahu ka krijuar. Dhe çdo gjë që Allahu ka krijuar ja ka lënë një rol caktuar dhe është sebeb për diç. Mirë po, esenca e këtij sebepi është dobësia, paaftësia. Dhe ai që i mundson këtij sebepi të jetë funksion, të luajë një rol caktuar është ai që ka në wakil. Asgjë nuk ka mundësi në jetën e kësaj bote që të esë në drejtim të caktuar përveç se nëse el wakil i jep leje për këtë çështje. Kjo kështu duket e thjesht, ndoshta në aspektin e parë. Mirë, po me shembuj do na bëhet inshallah edhe më e qartë. Në bazë të kësaj çështje të krijesave, të sebepeve, duhet të kuptojmë se nuk ka sebeb të përkryer në kosmos. Të përkryer në kuptim që vepron pavarësisht. Sot, në qoftë se këtë kuptim e marrim dhe e bartim në jetën praktike, po them, jo teorike të muslimanëve. Do të vrejmë se në shumicën e reagimeve praktike të muslimanëve do gjejmë defekt në këtë kuptim. Për shkak të lidhjes së madhe me sebepin, ose frikës së madhe nga sebepi, duke mos e pas parasysh atë që është el wakil. Përmendoj çdo sebeb që është në këtë botë, Allahu Xhalla Xhelaluhu nuk e ka lejuar, as nuk ja ka mundsuar që të vepron pavarësisht. Kjo është e para, dhe nuk e ka lejuar që të vepron individualisht. Çka nuk kupton kjo? Çdo sebeb këtë botë, çfarë do qoftë ai për hajër ose ai për sherr, apo funksionaliteti i këtij sebepi varet nga leja e wakilit. Ati që është kujdestar dhe mbikëqyrës i këtij sebepi. Dhe ky sebeb, sa do të jetë i fuqishëm, sa do të jetë i madh, megjithatë ka nevojë për sebepe tjera. Dhe këto sebepe tjera ja ka bërë Allahu Xhallahu Ala kusht apo për të larguar nga mendja pavarësia e këtij sebepi. Andaj çdo sebeb, nga se kjo është pak më ngarkuar, por është çështje më rëndësishme e kuptuar. Çdo sebeb, thash, sebeb kanë përshtim çdo gjë në këtë botë. Sa shkak për diçka.
sikurse ushqimi, sikurse pija, sikurse ngroja, sikurse edhe aspektet fetare, çdo gjë është sebeb. Allah e ka bërë shkak për diç. Çdo sebeb këtë botë ka nevojë për sebebe tjera. Për shembull konkret, për të mbjell një bim, a është i mjaftueshëm sebebi që njeriu zakonisht mbështeten te me miell, ti mjelle kur të mjell zhbin. A është veç ky mjaftueshëm? Apo kjo mbjellje është e kurzuar edhe me sebebe tjera, sikurse është pllashmëria e tokës, sikurse është ujitja, sikurse është nxehti e kështu me radhë. Ti merres për shembull, njeriu mendon se kur të merr sebepin e të ngrënurit, apo atëherë mendon se ky sebeb pavarësohet në garantimin e ngopjes. Nëse ne themi se edhe pse sebeb për të ngop është të ushqyerit, ky është një nga sebepet. Qase ka shumë sebebe tjera që i ka kurzuar Allahu xhallahu ala për të qenë funksional ky sebeb. Andaj subhanallahu, skalon Allahu sebeb një në dunja, nga se veç aja është një. Krejt tjera sebebe që në këtë botë, sa të që janë të fuqishme, janë të kurzuara me disa sebebe tjera. Në nën tjetër, këtyre sebebeve që tash bashkarisht funksionojnë për të na japë në rezultat, Allahu xhalla xhelaluhu nga urësia e tij u ka vendos sebebe të kundërta që pengojnë funksionalizimin e këtyre sebebeve. Dhe në këtë betejë që zhvillohet, ti bindesh se nuk ka mundësi të vijë rezultati në këtë lëmsh apo të sebebeve, qoftë atyre që kontribuojnë për realizimin e qëllimi, apo atyre që pengojnë përveç se me një intervenim hyjnor caktuar që ai vendos se kush do të ngandin këtë rast apo. Kjo është el-wakil. Kjo është el-wakil. Prandaj çdo sebeb që ti merr në jetën e kësaj bote, apo rrezikohet me sebeb të kundërt për me rënu, nga se kjo botë është ndërtuar në luftë dhe në përleshje. Krejt çka ka këtë botë, krejt është luftë. Asnjë segment i kësaj bote nuk gëzon paqe. Shëndeti është vazhdimisht në luftë me virusa të ndryshëm. Pse Allah i ka bërë antivirusa dhe e largojnë. Në këtë rast, kjo çështje nuk varet prej teje. Apo mirë po shiko Allahu xhallahu ala i kalon sebepet dhe i ka lidh shkakun, e ka lidh me pasojën. E ka lidh në mënyrë shumë të urtë. Andaj shiko për shembull çdo pasojë që synohet të arrihet, sa në mënyrë të bukur, të mrekullueshme ja ka vendos shkakun që e shkakton këtë pasojë. Dhe medito për këtë sa dush këtë botë. Por megjithatë, në çdo rrafsh ku ka shkak dhe ka pasojë, gjejmë përjashtime të shpeshta. Për treguar se kjo lidhje apo është në bazë të një urësie, por funksionalizimin e kësaj lidhje nuk e bën kjo lidhje, por e bën dikush që është jashtë kësaj lidhje. Dhe kjo, thash, është shumë interesant në ato që ka të bëjë me këtë botë. Dhe zakonisht njerëzit mundohen që ta aktivizojnë tevekkulin, sikurse do ta përmendim më vonë, zakonisht në çështjet që kanë të bëjnë me këtë dunjë, qoftë rrezik, qoftë smundje, qoftë kështu me radhë. Për shkak se janë të bindur se në këtë rrafsh ju duhet që të funksionojë një sebeb i saktuar. Por të paktën ata që të njëjtën e bëjnë edhe në sebepet e fesë fetare. Andaj namazi e ka një rol caktuar dhe është sebeb për diç. Mirë, po nëse el-wakil, kujdestari dhe mbikëqyesi i këtij namazi nuk i jep leje, nuk është sebeb efikas. Prandaj nuk përfundon e tëra ti mu fal. Po përfundon ta marrësh sebepin e pastaj të kërkosh funksionalizimin e këtij sebebi te dikush tjetër. Kështu edhe agjerimi. E kështu janë të gjitha veprat e tjera fetare ato. Prandaj el-wakil është ai i cili thash ne i dorëzohemi me dobësinë tonë dhe dobësia jonë nënkupton përdorimin e gjitha sebepeve. Në qoftë se na krejt sebepet që i kemi në jetë i përdorim, a dalim nga të qenurit i dobët dhe i varur nga Allahu xhallahu ala, asnjëherë nuk del nga kjo. Qase kjo është një rreth që të shoqëron gjatë tërë jetës. Gjatë tërë jetës. Andaj për shembull në njëri i cili kur ka lind një njeri
e kemi vendosur në një katrort ose rreth që e rrethon. Ai ka mundësi më zhvillu, po ai fuqi merr. Ai ndoshta edhe intelektualisht pjekët. Ai ndoshta edhe merr fuqi tjera, por megjithatë është mbrana këtij rrethi. Nuk del prej tij. Prandaj njeriu prej kur e ka kriju Allahu xhallahu ala, rrethi i paaftësisë dhe dobësisë e shoqëron gjithmonë. Sado që të ketë prej sebepeve. Por ka kërkuar Allahu xhallahu ala prej tij që ti merr disa sebepe, apo që të realizohet një urësi e caktuar e Allahu xhallahu ala që njerëzit mundon të përpjekën. Përndryshe, funksionalitetin e këtyre sebepeve dhe rezultatet e tyre e ka ndorë ai që ka emrin El-Wakil. Do ta ilustroj këtë me disa shembuj të ndryshëm që janë në Kur'an. Një shembull i kësaj mund ta marrim Zekarian alayhis salam. Zekaria alayhis salam është sprovuar me një gru, do të thotë shterp, sterile, që nuk lind. Dhe është pajtuar me caktimin e Allahut azza wa jall. Mirë po, në një rast caktuar, nga se ka qenë kujdestari i Meriemës, në dimër ka hy tek Meriema për shikuar gjendjen e saj. Wajada indaha rizqa, dhe gjeta ja frute të verës. Apo gjeta atje diçka që nuk përputet me sebepet. Nga se njeriu do të thotë e din se Allah është vendos, po me kalimin e kohës apo ai jeton në hijen e sebepeve. Dhe po e shet tek Meriemi do të thotë përjashtimin e sebepeve, nga se nuk ka sebep aktiv në dimër që të ketë rrush, ose të ketë ndonjë ose hurme, pemë që janë në stin tjetër. Dhe pasa e pa këtë, do të thotë të ai ju aktivizua El-Wakil. Apo hunalike da'a Zakaria rabbe. Në moment që se ka pa do të thotë këtë furnizim, çfarë ka thënë? Prej ka e kiti këtë? Qalet huwa min indillah. Kjo është prej Zotit. Do të as nuk ma ka sjell askush prej vendeve të larta, e as nuk e ka ruajtur mënyra të caktuara që ta kem tash të freskët, jo tjetër është min indillah. Shikoj tash këtë lidhje, si ka thënë kjo min indillah hunalike. Më një herë da'a Zakaria rabbe. Zakaria luti Zotin e tij apo që Allahu xhallahu ala t'i jap një fëmijë. Edhe pse Zakaria ishte mbi moshën 80 vjeçare atë. On këtë dua nuk i mori parasysh sebepet, nga se e pa El-Wakilin që kishte përjashtuar sebepet. Po kur Allahu xhallahu e lajmëroi se na do ta japim ty një fëmijë. Zakaria alayhi salam e kishte një gru, wa kanat imraati aqira. Gruaja e tij është steril, ajo e re me konslind. Le më plak. Ajo e re me konslind. Nga se është sterile, nuk lind. Lëra më tjetë e shtyër në mosh. Dhe nga gëzimi i madh që Allahu e përgëzoi me fëmijë, qala rabbi ij'al li aya. Tha o Zot, më dërgon një shenjë. Do të kjo shenjë nuk është kontestuese. Jo me kontestu, e po dërgama një shenjë të di se është për një me. Absolutisht s'ka të bëjë me këtë. Kërkimi i shenjë nga Zakarias ishte reflektimi i gëzimit. Dhe shika, këtu është sekreti i kuptimit të emrit El-Wakil. Çfarë shenjë ja dërgoi Allahu xhallahu ala do të thotë Zakarias? Qala ayatuka alla tukallima nasa 3 ayyam illa ramza wadhkur rabbaka katiran wasabbihu bil ashi wal ibkar. Allahu xhallahu ala i tha Zakarias alayhis salam, a don shenjë me çuty se jo shenjë se na kena me zbatu premtimin, nga se nuk e kërkoj këtë shenjë Zakaria. A kuptuat? Zakaria nuk kërkoj shenjë pe Allahu xhallahu ala, dërgom shenjë se është për një me kjo punë. Jo kështu. Por një shenjë se për çfarë bëhet fjalë. Çka ndodhi tash që unë po kam fëmijë. Unë e di që kimë më jap, po tash çka kimë aktivizuar? Me çka do të thotë ai dëshiroj ta kupton se cili emri Allahu xhalla xhelalu në këtë rast është duke funksionuar. Nga se sebebet janë përjashtuar tërësisht. Zakaria i shtyr në mosh, gruaja e tij shumë e shtyr në mosh, ajo në esencë e rres ka lind, apo do të thotë është një gjendje e jashtëzakonshme. Nga kurreshtja tregon më Zot me një shenjë
se qysh kime buket, sikur se ka thonë para ti Ibrahim a.s. Apo? Ibrahim a.s. ka thonë, erin i kefi tu hilmauta. Të regam qysh i njallë dekunit. A ka qenë kjo nga këndi kontestimi dhe hamendjes? Jo. Nga se Allah kënë, awalem tu'min, as për besana, kale bela, walakin li jatma inne kalbi. Po, mirë po që, të shtohet zamërës qëtësimi dhe prejhja dhe ma tepër në ty, jopëtën. E që shtohet qëtësimi në Allah në Gjallahu Ala, duke njoftë Allah në Gjallahu Ala. Dhe kësa radhe Allah në Gjallahu Ala po vepron në bazë të një emri të caktuar, që Zekaria nuk po edhin cili është. Andaj konë Rabbi Gjalli aje. Allahu te bareke ve teala ka zirë një ajet tërësisht konform kërkesës së Zekarias. Zekaria ka lyp një kërkesë apo që absolutisht nuk ka të bëjë me sebepe. Po, kërkesa e Zekarias është kërkesë tërësisht e një gjendje të jashtëzakonshme. S'ka të bëjë me sebepe hiç. Allahu xhallahu ala për me tregu se Allahu është ai që i rikthen funksion sebepet të pet po deshti, apo edhe i pushon sebepet kur ai don, tha e ke një shenjë, apo thon. 3 ditë do ta kesh një problem me të folurit. 3 ditë jo gat. Nuk ke mundësi me komuniku me njerëz illa ramza. Me njerëz kur komunikon e njëjta gjuhë, e njëjta gojë, i njëjti person, kur do mi fol dikujt, s'ka mundësi. Illa ramza me shaja. Lërgohu, hec, që shtu është me. Ndërsa, e njëjta gojë, i njëjti njeri, me njëre, masoj rasti, nëse do me honë subhanallah, thot subhanallah. Thot alhamdulillah, thot la ilaha illallah. Wadh kur am beke këthiren, me njerëz ramza, me simbole. Kur bie fjallë Allah me përmen e sa të dush. E aktivizojmë na përsëri këtë gojë, apëtan. Andaj, me të me kuptu ty, se ti mund është ketë në rregull në i pas. Gojen, gjuhën, telat e zëret, ketë i pas në rregull, apo? Mirë po mos me esë, diçka që është duhet. Që shembull konkret. Kur bie fjala për me fol me njerëz, s'un fol apo. Tanali. Dhe ti e ke këtë problem me gruan. Apo, nga se gruaja është jashtë mundësisë për me lind. Që pra ata ta bujnë na gojen që ashtu jashtë mundësisë me fol, apo? Mirë po, çajo gojë që s'un po flet me njerëz, na rikthejmë përsëri kur bie fjala me përmend Allah xhallahu ala. Nga sa është el wakil. Andaj sebepet për të nuk kanë rëndësi. Na duhen neve si njerëz, mirë po krejt sebepet na me i marr, megjithatë mbetemi të dobët. Funksionizimin e këtyre sebepeve ka në dorë ai që është el wakil. Andaj Allah xhallahu ala i tha Zekarias se kjo është shenja asaj që do të ndodhë me ty. Ti kime përjetu në vetën tënde. 3 ditë nuk ki mundësi me folë ma askend. Ndërsa kur dënë Allah me e përmen, kime e përmen lirë shumë apëtën. Prandaj Allah që këtë grua ka barë sterile që kur ka qenë e re. Dhe tash është mosh, apo? Është i njëjti që e kthen dhe e aftëson gjendjen e saj dhe gjendjen tënde që e të keni fëmijë apëtën. Dhe kështu ndodhi. Allahu xhallahu ala u afali Yahyan alayhi salam. Kjo shembull me të vërtet që ka nevojë shumë mirë me medurathi apo. Për me kuptu drejt se ku përfundon mundësia dhe aftësia e një robi, sa do që të mundohet, apo dhe ku fillon intervenimi i Allahut Azza wa Jall për dhënë sukses në një punë. Prandaj sot muslimanët, në qoftë se kuptojnë drejt rastin e Zekarias alayhis salam, do të mundohen t'i marrin sebepet. Mirë po, nuk do të harrojnë Allahun xhallahu ala kur. Sot për shembull, na si musliman shpesh herë në shumë projekte tona themi me pas që ka çfarë bëhet kjo punë. E ku është el wakil? Me pas këtë fuqi bëhet kjo punë. E ku është el wakil? Apo sahi, ne i marrim sebepet gjitha dhe pastaj nuk mbështetemi në sebepe, por e kthejmë kokën dhe zemrën ka Allahu xhallahu ala që është el wakil, sa thua vallë kësaj radhe do të jap funksionalitet këtyre sebepeve apo jo apo. Shembulli i dytë që mund ta përmendim është shembulli i Jakubit alayhis salam. Jakubi alayhis salam e dini se u sprovua me
humbin e Jusufit a.s. Dhe kur u sprovua me humbin e tij, i ngjau edhe një sprovë tjetër e radhës, ku i humbi edhe djali tjetër, vllau i Jusufit nga nëna. Dhe djalët e tij tash kërkoi që të shkojnë edhe një herë për të vazhduar më tutje me marrjen e ndihmave nga ana e mbretërit e Egjiptit. Ai kishte 11 djalë. 11 djalë i kishte Jakubi alayhis salam, përveç Jusufit. Jusufi ishte 12. 11 djalë i kishte Jakubi alayhis salam pa Jusufin alayhis salam. Të gjithë ishin të mëdhaj, të pashëm, 11 vllazni, apo gjitha këto janë sebeb për të godit nga hasedi, apo nëse bukuria e dikujt, begatia e dikujt, mirësia e dikujt, suksesi e dikujt janë sebepe që e sjellin hasedin, apo. Por këtyre sebepeve Allahu xhallahu ala u ka vendosur një anti-sebeb, apo që pengon goditin nga hasedi. Dhe Jakubi alayhis salam ju tha bijve të tij: la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Mos hini nga një derë, se kur hini nga një derë, njerëzit shohin ton këta djem, ton kjo pasuri që pas ka ky bab, ton syri ose hasedi ose zilia ka mundësi t'ju godet. Dhe u dha një këshill sebeb kundër këtij sebepi. Qase tham ka sebeb që është aktiv në një drejtim dhe sebebi tjetër që është aktiv në drejtimin e kundër për ta penguar, qase kjo është betejë, luftë që bën këtë dunja. Ju tha mos hini për një dere, që t'jeni kallabllak e t'ju godet syni dikujna. Po hyni min abwabin mutafarriqa. Kur t'hini në qytet, përpara dini qytetet kanë qenë, ose të rrethuar me mure dhe kanë pas porta. Kur t'hini, hyni ndaras. Njëri hin nga ajo derë, dy nga kjo derë, një atje, mos dvreni se jeni shumë kallabllak vëllezër apo. Kjo është sebeb. Apo? Kjo është sebeb. Mirë po, nuk e përfundoi këtu Jakubi alayhis salam. Tha edhe pse unë nuk kam mundësi t'ju bëj tek Allahu asgjë. Këto janë sebebe që na i marrëm më urujt nga hasedi, nga zilia ndokujt dhe nga mësyshi ndokujt. Mi po nëse Allahu el-Wakil, apo vendos që sebepi palës tjetër tjetë me i fuqishëm se sebepi jonë, do të goditin nga mësyshi atë. Këtë kuptim të Jakubit alayhis salam, si e gjykoi Allahu azza wa jall? Wa innahu ladhu ilmin. Allah i tha, ky është njëri i dijshëm apo. I cili din bën kombinim me sebepeve dhe atij që është wakil, apo i cili mundson funksionizimin e këtyre sebepeve. Prandaj këtë veprim të Jakubit alayhis salam të bashkimit mes marrjes së sebepeve dhe dorëzimit të kësaj para Allahut azza wa jall, Allahu te bareke te e quajti dituri. Dhe i tha, ai është nga njerëzit e dijshëm. Allahu xhalla xhelaluhu thot: afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Allahu xhallahu ala thot një shembull tjetër. Thot: a keni afara'aytum ma tazra'un afara'aytum ma tahruthun, a keni pa atë që ju e mbillni? E antum të zraunahu, a ju bëni që ajë të mbillet, del, em nahnu zariun, apo na jemi ata që e bëjmë e dal. Ta shtu Allahu Gjelluaj kundër përgjigjet shumë njerëzve, që mendojnë se mjafton me udhfarën se kush mbill kur. I thot, lau në shau, le gjaalnahu hutamen. Tja ke bo sebepin e mbilljes, po. A i ka mundësi me dal, po ka mundësi me dal. Vesh një sebep Allahu Gjallahu Ala e largon, apo? Dhe ti s'përfiton nga japën. Lau në shau, le gjaalnahu hutamen. Po dashtëm e bëjmë frët që i humb shija e ti reale. Për shembull, ti mill mulla dalin tilltha. Ka mulla hajtash. A ke marrë sebepin? Po. Që atë ka dalë mulla po. E haje, është hat. E pse s'po hatash? E ke marrë sebepin? Nga se ai që e pshijen ka thonë zbën me pas shija. Ai është el wakil. Prandaj, në çdo situatë në ndëruar,
çdo situatë, këtë çka ndodh në këtë botë, duhet ta merr miratimin e al-wakilit për ta luajtur rolin e tij në fund. Prandaj ata që e kanë dhënë zjarmin me djeg Ibrahimin alayhis salam. Zjarmi është sebeb për me djeg, apo është sebeb. Mirë, po ai që vendos a do djeg apo jo, nuk është zjarmi ata që e kanë dhënë, por është ai që është al-wakil. Andaj Ibrahim sa më tha, "Ky e keni dhënë zjarmi sebeb, apo por unë kam një wakil i cili më dash, i thot mos djeg." Andaj tha hasbunallahu wa ni'mal wakil. Andaj përdori emrin Allah al-wakil. E nuk përdori në emrin tjetër. Nga se kërkojnë nga Allahu xhallahu ala që ta neutralizon funksionalitetin e zjarrit atë. Dhe këtë e bëri Allahu xhallahu ala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu tha o zjarr, bëhu i ftohtë, por jo me ngri, wa salaman dhe shpëtimtar për Ibrahimin alayhis salam. Prandaj, nëse kështu njerëzit i kuptojnë gjërat, na e kuptojmë se Allahu xhallahu xhelalu çdo gjë ka krijuar. Madje edhe veprat tona që na i veprojmë, Allahu na ka krijuar ato. Dhe ne nuk kemi mundësi dhe nuk kemi fuqi të veprojmë asnjë vepër, edhe pse të gjitha mjetet i kemi, në qoftë se për këtë nuk jep leje al-wakil. Andaj shiko çdo ngjarje në kosmos, në jetën tonë, zhvillimet në arena ndërkombëtare, lokale, rajonale, kudo që keq ka zhvillohet, krejt. Nuk është se dikush është më i fortë, dikush është më i dobët. Apo për shkak se al-wakil ka dhënë leje të realizohet kjo në bazë të asaj që ai është edhe el-hakim. Në bazë të asaj që është el-hakim. Andaj na shohim sot për shembull, sa ata që nuk na dojnë kanë prej sebepeve shkatërruese, apo për të na shkatërruar në masiv, kanë sebepe. Pse këtë nuk e bëjnë? Apo sebepet janë, nga se duhet me kalu ka el-wakil, apo andaj ata mundën me bo kurtha, e mu grumbullu, e mu fuqizu, nëse na themi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apo ni'mal wakil, aja që duhet me nënshkru, a do të ndodhë kështu apo nuk do ndodhë. E në qofë se kalan ka Allahu Gjalla Gjalaluhu, atër ne edhim se, si kurse, ka thonë Allahu Gjalla Wala, kullen yusibana illa ma ketebe Allahu lana. Nuk do të në ndodhë neve azje pas asaj që Allahu e ka caktuar në dobin tonë. Para mëna për shambull, ti e ke bo një gabim, edhe duhet me qunë në këshirë disciplinor. Duhet me qunë në këshirë disciplinor. Pyetja e parë që e bën njëri për këtë këshill disciplinor, cili është, kush është aty në këshill vra? Apo? S'te merresh që janë dëmiq të tu, thosh, le të bëhet apo. Edhe pse ti ke bo keq, edhe pse ki mund të shku, duhet të ishte çka mund të shku. Po vetë fakti që në këshill disciplinor janë njerëz që ta kanë hatën dhe i ki miq ti, qetësohesh se do të jetë diçka që e te i kalueshme dhe nuk do të jetë për mua e dëmshme apo. E para mëna për shembull, kur këtë njerëz janë grumbullu, ty më të bëj diçka keq. Edhe krejt gjend janë grumbullu me të bëj diçka keq, apo? Mirë po, gjithë kjo që ata janë grumbullu, gjithë ky kurth, gjithë kjo zili, këtë kjo çka është mbledh, e tëra kjo prat miratimin e atij që është al-wakil apo. Apo? Nëse ai të ka thonë që unë s'bëj dëm. A po kuptohet drejtash te vakul në Allahu xhalla xhelalu? Kështu kanë qenë ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndërua. Nuk ka ndonjë këtë rregull që e kanë sjell dietarët. Nga sa ata e kanë ndjek këtë dhe kanë orën këtë përfundim. Dietarët kanë thënë, nuk ka obligim, absolutisht nuk ka obligim që Allahu e ka obligu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me ta, e që për të njëjtin obligim në ndonjë lutje nuk ka kërkuar ndihmë atë. Që Allahu xhallahu të ndihmon në realizimin e atij obligimi atë. Për shkak se gjitha këto janë sebepe. Mirë po, nëse ai që e ka ndërkohë nuk i jep leje kësaj, ka të është fuqia jote, ka të është pejgamberllëku jot, ka të është udhëzimi jot, ka të është gjitha ajo që ti e ke atë. Nëse kështu të lidhemi me Allahun xhallahu ala përmes emrit të tij el-Wakil, ndryshojnë shumë gjëra në jetën tonë. Padyshim se s'kan çare pa ndryshuar. Edhe në rrafsh të furnizimit, edhe të shëndetit, edhe në çdo rast tjetër që neve në jetën e kësaj bote ballafaqohemi me të. Andaj ka edhe aspekte të shumta që kanë me tevakulin, nga se është tash
përfitim i jonin nga emri Allah el-Wakil, të bëjmë tawakkul. Këtë për tawakkulin pjesë të mbetur të kësaj që po flasim, e përmendim inshallah edhe tek pjesa kur për përfitimin nga ky emër. Mirë, po dua të them të nderuar se kuptimi i det e emrit të Allahut el-Wakil e bën një njeri që po t'i merr sebepet. Mirë, po gjitha këto të jenë në aspektin e jashtëm. Ato që kanë të bëjnë me gjuhën, ato që kanë të bëjnë me sytë, me vesht, me durt. Kjo bota e jashtme jona, kjo komunikon me sebepe. Ndërsa bota e brendshme e zemrës, ajo s'ka të bëjë me sebepe. Ajo s'ka të bëjë me sebepe. Çka i duhet zemrës mu lidh me sebep? Zemrës, çka i duhet parja? Parja i duhet dorës, me përdor. Apo, me çka i jep ti dikujt na parën? Me dorë. Duhet pa dorës i duhet parja. Apo, i po zemrës çka i vin parja? Andaj nxjerrë piktuit e çtë këtu. Nga se kësaj duhet veç el-Wakil. Zemrës asgjë nuk i duhet hiç. As nuk i duhet fuqia, as pushteti, as parja, as përkraja. Kur është duhet zemrës hiç? Zemrës i duhet veç el-Wakili. Ky veç i vin. Nëse çta e ka zemra, në rregull është atë. Tani këto tjera janë relative apo. Problemi është se na nganjëherë e kena stërmadhuar ndikimin e sebepit dhe në këtë stërmadhim e kena përfshi edhe zemrën, edhe mushkërit, edhe mëlçin, këtë që kena të mbrëmshme i kena lidhur me sebepe. Çfarë? Saqë nuk po mundem mundo. Pastaj kur nuk po janë funksionale, depresioni, zhgënimi është në masë shumë të lartë. Njëri din se el-Wakil. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndëruar në duan e istikharës. Istikhara çka është? Është që kjo el-Wakil. Unë i marr se unë këta mirë po s'di çka më bë. Ti ka zëmë. Në kuadrat e lutjes së istikharës, pejgamberi ka thënë wa astaqdiruka bi qudratik. Apo çka është astaqdiruka? Është përdor fjala qudra. Qudra është në gjuhën arabe fuqi, forcë. Apo. E këtu ka kërku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një forcë nga ana e Allahut azza wa jall që t'ia mundson të marrë vendim. Forca dhe fuqia që ka kërku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, forca apo mundësia tek njeriu është dy lloje. Mundësi shariatike dhe mundësi kosmologjike. Mundësia kosmologjike gjithmonë apo është më e gjerë se sa mundësia shariatike. Për shembull, mundësia shariatike është e kufizuar për agjerusin. Në qoftë se është i smur dhe smundja e dëmton dhe agjerimi e dëmton smundjen e tij, nuk thot shariati a hiç s'po mundesh a? Jo, mjafton që agjerimi me dëmtu në smundje dhe të konsiderosh i pamundshëm, i pafuqishëm fetarisht. Edhe pse ti në aspektin e jashtëm të natyrës tënde kosmologjik ti ke mundësi me agjeru. Nuk është që nuk mundesh hiç. Mirë, po në obligimet shariatike nuk është marrë parasysh mundësia kosmologjike, por është marrë parasysh një mundësi shariatike që kufit e saj i ka vendosur Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj edhe në haxh Allahu xhalla ka thonë kur flet për obligimin e haxhit, "Ulillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Është obligim për njerëzit ndaj Zotit të tyre që kush ka mundësi, kush ka mundësi, kush ka fuqi, ta vizitojë shtëpinë atë. Mundësia këtu është shpenzimi i tërë mundit që e ki me shkunaq, jo. Ulemat kanë thonë këtu mundësia është dy lloje. Mundësi fizike, apo edhe në kuptimin shariatik, dhe mundësi materiale edhe në kuptimin shariatik. Ka se me këqyr hall, pak njerëz jesin që se kanë obligim haxhin në rrafshin jetësor. Obligim, a ki mundësi me ashit shtëpi me shkunaq po? Atëra, po kjo është mundësi jo shariatike. Shariati kur flet për mundësinë se ka përfshi këtu edhe shtëpinë atë. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon nga Allahu xhallahu ala një fuqi, një mundësi për të marrë vendim, nuk ka të bëjë me ato shariatike. Nga se për vendimet shariatike nuk duhet fuqi, as nuk duhet istihara. Nga se Allahu xhallahu ala e ka kryer për ty këtë çështje. Të ka thonë se kjo është e mirë, nuk ke nevojë me kërku për këtë vendim.
Por ka vendime të shumë të jetën tonë, që njëri merë sebepet, konsultohet me këtë, e analizon këtë, e rishikon këtë, e bën atë, në fund, i dorëzot Allahu Azza wa Jall, që Allahu me fuqinë e tij t'i jap këtij robi të dobët nga fuqia e tij mundësi për të marrë vendim të përshtatshëm për ta që është i dobishëm dhe vendim që e ruan këtë rob nga çdo e keqja. Andaj edhe në këtë rast, në istihara, kur i dorëzohesh me dobësinë tënde Allahu Xhalla Xhelaluhu, ti këtë fuqi e kërkon nga emri Allahu Xhalla Wala El-Wakil. Andaj El-Wakil, lëndëruar, është emri Allahut Azza wa Jall, sikur që e kanë fillim, ai që ne duhet të jemi në kujtim të tij në çdo frimarje, jo në çdo situatë dhe çdo rrethon, nga sa to mund të jenë lart një tjetrës, jo në çdo veprim, nga sa mund të jenë lart një tjetrës, jo në çdo fjalë, nga sa mund të jenë fjalë lart një tjetrës, por duhet të jenë në çdo frimarje ta kuptojmë El-Wakil. Shikoj tash këtë mundësi që ti e ke me ndëgju, apo ti vesh në kinë rregull, këtë me shku te mjeu këtë në rregull apo. Por mos mendo se për shkak të shëndetit të veshit të ndëgjuar apo. Jo, në këtë moment El-Wakil po jep leje me ndëgjuar apo. Nga se ai është mbikëqyrësi i veshit tënd apo. Ai e ka në dorë këtë vesh, ai e ka krijuar apo dhe ai po e furnizon vazhdimisht këtë vesh me mundësi të ndëgjimit apo. Përndryshe, në momentin kur El-Wakil ja nal rrezikun s'nin mo veshi, edhe pse s'dal kurrë që ka në vesh apo. El-Wakil po mundson me fol që dalin këta tim nga goja ime. Jo shëndeti i gojës time dhe i tingujve dhe i televe të zërit të mi dhe i fytit tim e kështu me radhë, absolutisht kjo është sebeb. Por për çdo shkronjë që del nga goja ime, çdo shkronjë kërkon miratimin e El-Wakilit apo. Asgjë nuk ka në mënyrë të kurdisur. Sikurse nganjëherë ne ashtojnë pe kur është kurdis dunjaja apo. Ai kuptim mund të jetë i kufizuar. Mirë, po duhet kemi kujdes çka ne kuptojmë kurdisja. Dunja nuk është sikur se sahati. Allahu xhallahu e ka kurdis edhe e kalon. I ka rregulluar sebebet dhe tash të funksionon ja. Allahu xhallahu i ka krijuar të gjitha krijesat dhe u ka mundsuar shkaqet e caktuara që të përfitojnë. Mirë, po përsëri intervenimi i Allahu xhallahu ala dhe përzierja e tij në kuptim pozitiv në jetën e njerëzve është gjithmonë e pranishme sa herë ata kërkojnë prej sebepit ta luajnë rol caktuar apo. E sa ka, do të thotë intervenim të Allahut në jetën tënde, apo nga se Allahu xhallahu ala e ka kushtëzuar për jetën tënde frymarrjen, sebeb për këtë i ka bërë mushkrit, apo dhe ti mendon se mushkrit e thithin ajrin, apo edhe realizohet ajo, do të thotë konsumimi i oksigjenit, të lirimi i dioksidit karbonit dhe kështu me radhë që zhvillohet. Jo. Për çdo frymarrje që ti e thith dhe e nxirr, El-Wakil meraton apo. Nga në momentin kur thotë zban, ti merr fund më apo. Andaj paramenaje tash të sa veprime ka që nuk është mi numru mrena 1 minuti ose sekundi që zhvillon të ti në raport sebeb dhe pasoj e që gjitha këto kalojnë nga emni Allahut El-Wakil nga sa është kujdestari ai të kondor. Prandaj subhanallah ky kuptim i kësaj varësie kaq të madhe ndaj Allahut xhallahu ala, i kësaj varfrie kaq të skajshme që kemi për Allahun xhallahu xhelaluhu, prezenca e kësaj në jetën tonë. Jam i bindur, do të ndryshon qasjen tonë përballë sebepeve. Do ndryshon qasjen tonë përballë çdo kërcënimi që na vjen nga jashtë, nga se e dim se sado që është ai kërcënim i madh, nuk ka mundësi as me lëviz nga vendi i tij, nëse nuk ja meriton këtë lëvizje El-Wakil, nëse nuk ja meriton këtë ndikim El-Wakil. Andaj njerëzit për shkak mund të bëjnë plane për ndikim të madh ndiq. Mirë, po Allahu thotë nuk bën kaq më ndodh, çka më ndodh. Dhe do të ndodh sikur sa ai ka thënë El-Wakil apo. Prandaj edhe një nga mugjizat e një pejgamberi ka qenë thjesht përdorimi i vetë i këtij emri apo. Subhanallahu. Cili ka qenë pejgamber? Hudi alayhis salam. Cila ka qenë mrekullia e Hudit? Mugjizja e Hudit alayhis salam. Cila ka qenë? Çka ka qenë? Hudi alayhis salam, ata kanë dalë ka thonë ma naraka illa taraka ba'du alihatina. Aja që na po shohim është se ty të kanë prek do zot në tona ata. Thashëm na mos i apshe që ke lut. Apo Hudi alayhis salam ju ka dalë, por na kët mileti ka dalë përpara. Kët ju ka thonë. Çka ku jam? Fakiduni jamian. Thumma la tunzirun. Krejt kur tha çka i keni? Me zotna, me idhuj, me sihirbaza, me krejt çka i keni, kët mledh no, edhe
Mos thuni veç edhe një herë në bëfsh. Jo, o petë bëj, mos më jap në afat. Çitashje. Që çitash më herë godituni me dëmin e juaj prapë. Hajt burgosëm një se mundni. Kjo sfidër. Hajt prekum një se mundni japë. Hajt plagosëm një se mundni japë. Hajt çka dush bënëm një se mundni japë. I ka sfidu, nga se mugjizë është sfidë. Me çka ka arsyetu këtë guxim? Kon inni tawakkaltu ala Allah. Apo nuk është sfida ime që buran nga fuqia jam, ose nga fisi jam, ose nga një përkrajt saktoria. Mjeti jam i vetëm që unë ju sfidoj me të është, unë ju këm shtet në Allahun Azza wa Jall. E Allah më ka thonë se këta s'dëmtojnë, se pejgamber, kur i puna mu, ta është, nëse ai më ka thonë se s'dëmtojnë, ta është i muni mu qu krejt zbashtu, mu qu edhe s'muni mu afru tëne, pas di ku ka thonë Allahu Xhallahu Ala. Ke mrekulli e hudit ka qenë apëta. Alayhi salam, e s'kam pas më që kam i bo apëta. Nga se ka thonë, vëma min dabbetin, jo veç jo, pas ka dabbe në arabisht të dubbul erdë, zësën që prek në tokë, apo, ose ka lidhe me tokën e që fëtëran, illa hua akhidhun binasijetiha, këtë kontrol, remote kontrol në ti, aje ka ndora, pëtën, apo, ti milëshan gjertnit më kësajt, aje andron kanalin, të kësajt me shkua, pëtën, e së është ndorë, tonë në remote i tina, pëtën, ja, dhe kontroli i kësaj është ndorë dikuj tjetër, nuk është ndorë tonë. Ti mos me mbledh krejt, që ta ka mundësua Allahu Xhalla Xhelaluhu. Mirë po, me i drejtu, ose me acaktu sasinë e dëmit, ja, kjo është ndër tona. Kjo është ndër të ati që është el-wakil. Ai vendos ka kanë me shku këta, e ai vendos sa ka më ndiku këta, ai për krejt. Prandaj thash në këtë rast të kritike, pejgamberi ka thonë, hasbunallah, na mjafton Allahu wa ni'mal wakil, si ka ni'ma, e kuptuam çka është el-wakil apo, mirë po si ka veç el-wakil. Edhe pse veç el-wakil është i bukur. Veç el-wakil është emri i bukur, apo qetësues. I thonë wa ni'mal wakil. Dhe sa wakil i mrekullueshëm është Allahu Azza wa Jalla. Ja kanë shtu këtë ni'ma, kuptim të asaj që krejt që vjen pe wakilit është nimet për mua. Andaj mas kësaj s'u bën përshtypje as në kërstimin juaj dhe s'u bën përshtyp asnjë mobilizim juaj dhe asgjë që vjen nga ana juaj, nga se inni tawakkaltu ala Allah. Unë atia kom dërzu punën time, e ta shi bëni që ka dani apëtën. Prandaj, shikone ndikimin e madh e emrit të Allahu Xhallahu Ala el-Wakil në jetën e përgjithshme të njerëzve. Dhe thash, në qoftë se ne e kuptojmë, me disa shembuj që i ceka dhe të shumë të tjerë që ka, që do të lasim ndoshta edhe për disa të tjerë në pjesën e dytë, kuptojmë drejt se nëse njeriu e njeh Allahun Azza wa Jall, sikurse ka thënë njëri prej selefëve se ki Afrika Allahun, pastaj shtrajo ku dush. Apo tani mos e ki gale mo. Nëse e ki frikën Allahut që është duhet, apo flaj ku dush tani, nuk ka problem më e punë. Mirë, po problemi është njerë mi thonë që unë ta kom frikën veç ty arabave. Që kjo është sfida jonë. Problemi është mi thonë Allahut Azza wa Jall inni tawakkaltu alejk. Jam mbështetur në ty. Që kjo është problem. Që kjo është problemi jonë. Nuk është problemi jonë çka ndodh më sonë ajo çish më marr më ja. Problemi jam është çish më arrit që këtë zemër apo me shkput nga lidhet e dunjallokut, e sebepet e tjera, apo dhe me e lidh me el-wakil. Nëse e kyçit e el-wakil, o kry problemi jam. Tani mos nuk ka tani mo problem me asgjë që zhvillohet për rreth neve. Problemi është se kjo dunja është hala e kyçur në dikun tjetër. Kjo zemër, hala ka kyçe, ka burime të tjera, përveç kuptimit të këtij emri që e ushin këtë zemër. E këto burime turbullojnë këtë zemër. E kur turbullojnë, e smujnë dhe e lodhin. Pra nga njëri mundot me dhon zor, tawakkulet me s'kan me zor. Kjo është proces i natyrshëm që zemra me komoditet e kryen atë. Nëse është e lidhur me emrin Allahu Xhallahu Ala el-Wakil. Pra kjo është kuptimi i emrit Allahu Xhallahu Ala el-Wakil, thash nga një kënd që e përmendëm, e mos lasim për ato që është kuptimi tjetër i mjaftueshëm, e kështu me radhë ai që garanton, e kuptimi tjetër që thash i cekëm në fillim lidhë me emrin Allahu Xhallahu Ala el-Wakil. Kanë metë edhe padyshim shumë gjëra pa u sqaruar lidhë me emrin Allahu el-Wakil. Do të mundohemi që pjesën e mbetur ta sqarojmë në pjesën e dytë dhe për atë që mbetet pa u sqaruar, lutem Allahu Xhallahu Ala që të na mëson të vërtetën, do të na bën nga ata që ndjekin këtë vërtetë, do të na mëson të keqen, do të na bën nga ata që largohen nga ajo. Me kaq po i dhofon se pjesë e sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.